Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 13 qershor të 2025. Është një ditë shumë e rëndësishme në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime që mund të merren, këto janë vendime që kanë të bëjnë shumë me çështjet e ekonomisë, të dashurisë, është dhe gati fundjavë, ku gjërat mund të mos jenë ashtu siç neve mund të presim, sepse jo gjithmonë gjërat mund të ecin ashtu siç ne mendojmë, por duhet i përgatitemi dhe të vështirësive. Ajo që është pikërisht në këtë ditë premte, duhet që në radhë parë të kemi një fushpamje të pastër, të qartë çfarë duam, sepse nëse nuk e kemi është mjegull dhe ne ecim me shpejtësi 100, atëherë nuk arrim kurrë në destinacion. Që të arrim në destinacion, duhet të shikojmë, të dimë, të mendojmë dhe më pas të veprojmë. Ajo që ka ndodhë pikërisht në këtë ditë, ka të bëjnë me një gjashtkëndësh që bën afërdita me Marsin dhe Urani me Neptunin. Kjo do të thotë që nëse neve kemi një çështje pezull, ndash kjo është për anën ekonomike, ndash është për çështje rroge, çështje biznesi, çështje raste të tilla, atëherë ka të bëjnë shumë, sepse mundësitë që neve kemi, çështjet e rëndësishme që neve kërkojmë, janë disi të shumta dhe mirë është për ne që neve të jemi të qartë dhe të kemi mundësinë e komunikimit, mundësinë e vendimit dhe të ndryshimit të madh që mund të kemi. Por gjithsesi është një periudhë ku na dikton që ku kemi problemin dhe çfarë duhet bëjmë. Por gjithsesi, para se fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar. Po do ndodhni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atë kemi pikërisht butonin këtu, astrologopikal do të thosha, që ka të bëjnë shumë me çështjet që juve keni për shembull në lidhje me paketat që astrologopikal ofron. Duke bler paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes dhe më pas e keni damenjen se kë paketë do bleni, shkoni aty te sekretaria, vendosni të dhëna dhe më pas e dërgoni, ja pasi që shkoni pikërisht tek ekrani i telefonit tuaj apo diku tjetër, pastaj e dërgoni dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it, në Shqipëri apo në diasporë ku do ndodheni. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat atje dhe më pas jeni gati duke bërë subscribe, më pas flasim bashkë nëpërmjet kur jeni gati për të dërguar mesazhin, jemi live dhe jo vetëm kaq, nëse keni të rëndësishme ku diun, mund të flasim nëpërmjet telefonave që janë atje, WhatsApp, Viber e kështu me radhë. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat të merat. Fillojmë me shenjën e parë, shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqense dashi këtë periudhë ka qenë i favorizuar, do thosha jo problematik, sepse edhe koha dhe momenti, ndryshimet që keni, mundësitë që ju jepen, në një farë mënyre është dhe momenti tani i ndryshimeve dhe i konsultimeve me të ardhmen tuaj, ku jeni gati që juve të nisni diçka të re, dhe kjo do të thotë që është një mundësi mjaft e mirë, është një mundësi shumë e artë për të vepruar dhe vazhduar. Në çështjet shpirtërore, edhe pse keni pasur probleme me një ujor, do ta zgjidhni pikërisht. Sot është një ditë shumë e mirë dhe dhe pozitive. Bashkim familjar duke se mund keni me peshore të dhjetëçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, meqense Demi duket se tani në këtë periudhë, jo se e ka tien ose mundohet shumë për të bërë diçka, por nuk e diskutoj këtë se është koha e tij. Në lidhje me punën e tyre, në lidhje me takime të rëndësishme. Gjithashtu ka të bëjë dhe me një takim pune mbasdite. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore,
lidhje që kanë bëjnë me ujor të 10 diçit parë dhe me virgjëresh të duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se ka ardhur momenti dhe koha për të zgjidhur çështje të pazgjidhura si në çështjet ekonomike financiare në lidhje me punën e tyre, në lidhje me disa biznese që kanë në dorë tani, disa do i mbyllin, disa do i hapin, disa gjëra që janë pozitive, disa udhëtime që kanë të bëjnë, gjithçka mund të lëvizin në këtë ditë. Por gjithsesi është kjo periudhë mjaft e mirë e tepër pozitive mbi ndryshimet dhe marrje vendime të rëndësishme në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të 10 diçit të parë dhe me akrep duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është gaforja. Për sa përket gaforeve, gaforet të duket se e keni zgjidhur një problem shumë të madh që keni, një problem që vërtet ka qenë i vështirë në lidhje me punën tuaj, ka qenë i vështirë në lidhje me anën ekonomike financiare dhe është një moment mjaft i mirë tani në lidhje me biznesin sidomos, sepse gaforja ka pasur mjaft çështje tilla, çështje vështirësish, çështje takime që nuk janë bërë akoma, por nga dreka do shikoni që gjërat të zgjidhen në mënyrë më të mirë të mundshme. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 diçit parë, me ujor të 10 diçit të tretë, duket se janë perfekte, mos u ndani sepse keni kohën më të mirë të mundshme për stabilizimin e saj. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë luanët. Meqense luanët duket se kjo periudhë është një periudhë strikte në anën ekonomike, është një periudhë e vështirë në lidhje me takimet e punës, në lidhje me ndryshimet që mund të keni tani për tani, por këto janë ndryshime që lidhen direkt me anën ekonomike financiare, por luanët kanë këto që kanë biznese për shembull, ose me lidhje me exchange, lidhje me shitblerjen, sendeve të ndryshme, motorra, makina, ku diun, kësaj natyre, është një mundësi shumë e mirë dhe mjaft pozitive nga tani e tutje, bini pas, do më kujtoni ka diçka shumë të mirë. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni lënë pak pas dore, por kjo nuk do të thotë se nuk rregullohen gjërat, rregullohen gjithçka me të. Por lidhjet afatgjat janë luan ujor dhe luan akrep. Luan akrep sidomos një është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat të duket se tani momentet që kanë të bëjnë, periudha kur janë ose ndodhin fenomenet, është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë ku gjithçka shkon mbar, gjithçka arrihet, fal punës suaj, fal karrierës suaj, fal asaj çka juve jeni, keni dhe do keni në lidhje me punën dhe me anën e dashurisë, sepse në lidhje me punën, edhe pse virgjëreshat kanë pasur shumë probleme të pazgjidhura dikur, por vjen ky moment tani për të zgjidhur çështjet e tyre, për të arritur në finish, sepse është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive për të bërë ndryshimin e madh. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjëra të mëdha që do të keni tani tutje, kur është dhe momenti i duhur për stabilizim. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, në lidhje që keni të bëni me ndryshime, me takime, me vendime, me mundësira dhe rëndësira të ndryshme që mund të keni, është një mundësi, një periudhë do ta thosha tani që keni i dedikoheni punës, karrierës suaj, sepse lidhe me karrierën ka të bëjnë kjo, dhe një moment mjaft i mirë i ndryshimeve ekonomiko-financiare. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me britsjap duken të mbara, edhe pse pak të vështira me peshk, po kjo nuk varet nga juve në fakt, sepse juve keni bërë punën tuaj, jeni interesuar shumë, por varet dhe nga situata pak sa të ndërlikuara, njëri është larg, tjetër është afër, keq kuptimet, por këto do t'i zgjidhni pikërisht nga tani javët në vazhdim. Vijojmë tek shenja e radhës, janë peshorët. Për sa përket shenjës së peshorëve, për peshorët të duket se tani është një moment, është një periudhë shumë e mirë për peshorët, është një periudhë shumë pozitive për sa përket peshorëve, dhe koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë aspekt, e keni mundësinë peshorët dashur si në anën ekonomike, si në lidhje me punën, si në lidhje me ndryshime, si në lidhje me një takim i vonuar, por jo i harruar,
është momenti tani që të shikoni çfarë do të bëni, që të arrini aty ku dëshironi, sepse është disa gjëra janë konkrete dhe momente që mund t'i zgjidhni, është koha tani. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me bricap janë të mbara, por njëkohësisht dhe me peshk, sepse me dash është ana juaj e dytë, si mund të themi ascendente, domethënë. Kush e ka ascendenten e dash, atëherë jeni gati për të shkuar në martesë dhe jo në fejes. Kështu që ka diçka shumë të madhe këtë drejtim. Nëse do keni një shtyrje nga një udhëtim, është për të mirë, jo për të keq. Vijojmë tek shenja e radhës, që është akrepi. Për akrepët duket se të tjerët hanin atë me juve, jo ju me ata. Mirë po, pse ndodh kjo dhe çfarë arsyeton pala tjetër se e bën këtë gjë? Arsyeton asgjë në diçka për të shqetësuar, por ngadonjëherë nuk inkurajimi nga njëra është i vështirë, sepse juve nuk keni as për të inkurajuar, as për të marrë me të mirë, por juve i keni të gjitha gjërat, si të donë tjetë të thonë dhe le të bëjnë. Jeni në anën më të mirë të mundshme, në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshime të mëdha që keni tani tutje. Ka ndryshime fantastike sepse lidhen me kohën, lidhen me ndryshimin e punës dhe të biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me binjak duket të mbara. Edhe pse një problem i vogël do të thotë me peshk dhe diçi të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Për sa i përket shigjetarëve, meqense shigjetarët tani në këtë periudhë kanë disa mundësi. Disa mundësi të arta, po, sepse është puna që do nisni tani, është periudha që do veproni tani, është ky moment që vërtet është një moment shumë i mirë për punën dhe për karrierën, për marrjen e vendimeve, të ndryshimeve të mëdha që keni, është një moment shumë i mirë sepse studimet dhe ndryshimet të mëdha që do keni të bëni me punën aktuale, është një moment shumë i mirë tani. Keni disa gjëra që vërtet është kohë shumë e mirë dhe përshtatshme në fushën e karrierës suaj, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh, me binjak, duket të mbara, pak vëmendje me ujor të diçit të tretë, sepse mund të keni keq kuptime. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë bricjapët. Për sa i përket bricjapëve, bricjapët duket se tani në këtë periudhë kanë gjëra të rëndësishme, si në punë, si në karrierë, si në ndryshime dhe marrje vendimesh. Është një kohë tani që do të thotë përshtatshmëri, do të thotë rrezatim në punën tuaj, sepse rrezatoni që ja keni bërë hizmetin në lidhje me çështjet e punëve apo ndryshim pune. Në çështjet e karrierës, sepse lidhen shumë me karrierë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me dem duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Për sa i përket ujorëve, për ujorët është në të mirën e ujorëve që lidhe me punën më tepër, nëse keni një punë dhe do të nisni diçka të re, mirë është të mbyllni hesapet me punën e vjetër, sepse nuk ju lejon, nuk ju lë që të ecni përpara. Kjo është një ngërç në një farë mënyre, sepse ndryshe mendoni, ndryshe veproni, ndryshe i shikoni gjërat. Në anën tjetër, është momenti i duhur për të stabilizuar ekonominë tuaj. Dhe kjo stabilizohet fal ndryshimit, fal karakterit tuaj, sepse është një mundësi shumë e mirë tani, është një periudhë mjaft e artë në këtë drejtim, sepse koha ka treguar që jeni me fat, koha ka treguar që dini çfarë doni dhe ku doni të shkoni, dhe shumë gjëra të tjera ku do jenë pozitive dhe prezente në punën tuaj, në karrierën tuaj dhe në anë të tjera që mund të keni, sepse është një moment shumë pozitiv. Është një moment ku gjërat ecin me hapin e kohës, me shpejtësinë e erës. Një moment dhe një mundësi është shumë e mirë tani lidhje me ndryshimet edhe takimet që mund keni. Është një moment shumë i mirë tani sepse ujorët gjithmonë janë në dieni për atë çka ndodh dhe çfarë duan të bëjnë, dhe kështu që kështu me radhë keni gjërat në vijë juve. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë
me shigjetar dhe megafore duke të para. Vijojmë të shenja e radhës, që janë peshqit. Peshë të dashur, koha dhe momenti, do që juve të keni mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që vijnë tani tutje, është momenti më i mirë i mundshëm falë të drejtës suaj në fushën e karrierës dhe në fushën e biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me virgjëresh, me bricjap, me binjak, duket se janë të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 13 qershor të 2025-s. Por para se të ndajemi bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar. Po do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë kemi këtë faqen roz, e klikoni, e shikoni, zgjidhni paketën që ju intereson dhe ajo që ju përshtatet, shkoni tek sekretaria, ja pra, e dërgoni mesazhin dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për juve që doni që çdo video që Astrologu Pikal ngarkon në YouTube dhe dëshironi ta dëgjoni të parët, të shkoni të parët. Dhe në kohën që ne jemi live, juve dërgoni mesazh duke na bërë subscribe aty, si shkoni hapat dhe pastaj dërgoni mesazhin dhe merrni like përgjigje. Nga unë Rupulla, më të mirën ju uroj. Jesmira.